Trokitja e dytë, ju thash që do jetë diku në vend tjetër, në një vend interesant, të bukur, e shikoni se ne identifikohemi nga këto pallate të mes Prishtinës. Ja, këto pallate gjithë i njohin në fakt, e sot e kam plan me dal këtu, tek ky këtu, ja, ky këtu, ja. Advanced Dental Center, përpara pushimit verës, me zbardhu dhomët edhe më tregu shqiptarëve diasporës se ku duhet më ardh për me u kujdes për gojen për dhomët para pushimit. Advanced Dental Center, jam komplet spontan. Nuk ju kam tërgu, du me hy me i vizitu, me i pa, me i taku stafin, edhe ta bëjni pastin për vete, edhe ta bëjni rengen 2D dhe 3D, shumë interesant. Hajde me mua, sepse ku ka më mirë se ta me mbyll sezonën, në vendlindje dhe sidomos të miku im, doktor Fisnik Megaj, ADC Kosova. Komit mirë, hecim avash avash, jemi shu në korridor, tash për momentin, edhe hecim lart, si gjithmonë në katin e parë me lift, ose në dytin me shkallë. Ja, shik, tu pas ka pacient, për shembull, kjo është interesant, se është jetë reale. Ja. Jetë reale, kjo këtu. Përshëndetje, si kalove? O vlove? Si jeti? Si kalove? E zhvitës, apo jo? Si t'kam? Jetë reale, shkjo jemi pak në gjerim, me gjithmonë me rubrikën tonë, si t'kam? Si kalove? Po e puna? Në fali për pëngjes. Do kjo është tu pa tjetër? Hajde, të vazhdojmë të jetën reale, se me Dokin e kemi po reportajën. Kemi po reportajë të sukseshme, kemi po intervjist të sukseshme. Na kombet pa e po jetën reale. Kështu që po e bojmë edhe jetën reale. Që mëre kërë kam gjithë. Shekën e kam gjithë. Duki, ku je më ki? Si t'kom? A je mirë? A më nova? Mirë, falenderit. Mirë shumë. Super. Kemi arë një jetë reale e kemi këta. Qashtu qështë zonë të punu, qashtu kene me të nëzirë. Shumë bukur. Puna marë, shumë interesant. 50 veta staf. Këtu është, në fakt, e Dokit. Jo, e Dokit ku është, e kam ngatru. 50 veta staf i ka Advanced Dental. Juftoj gjithve që të vini, të bëjnë një pjesë e Advanced Dental para pushimit veror, që t'i zbardhin, t'i rregullojnë dhomët më mirë se askund tjetër në ADC Kosova. Ku këtu kam hi, edhe s'jam dy ditë ka me dalë mo. Ka jur me dalë, nuk jam dy ditë. Ku me dalë, ku me hi, s'jam dy ditë. Kam me bo një rengen, një pastren, rengen 2D edhe 3D. Të lutem, vajza, a mundesh më të tregu ku është rengeni? Hajde më trego pak për rengenin. Hajde. Doktor? Jo, okej. Ku është rengeni? Këtu është rengeni, ja. Këtu kam me bota, shkjo është kompjuteri, këtu është rengeni që do t'a bëj une 2D edhe 3D, apo jo? 2D edhe 3D. Du me pa edhe 3D edhe 2D. Futem këtu. Bëj pa telefon, se nuk lejo telefoni. Nuk lejo telefoni, kështë që po bëj pa telefon. Edhe pasi ta bëj, dal me rengenin tam, edhe shkojte doktori, pastaj me marrë përfundimin e zbardhimit, edhe jashtëzakonisht mirë sot kam me dalë me buzëqeshje fantastike. Po le telefonin aty, a ke dëshirë me dalë pak më pa? Sa shkesh me dalë? Jo? Okej. Ndoshta e ka gruan xheloze, ku i dihet. Ndoshta e ka gruan xheloze, një doktor që është në punë, thotë pse me dalë, thotë se më gjuhet dikur që më gjetë problem të shtëpia. Është problem serioz kjo, nuk është problem në i vogël. Pa shatë besën. Do kësa shërimi e du bo, më falë? Jena me një shërim të kanalive. Sa pas drunë ta kena fazën finalit të mbushja. Zakonisht buhen me metoda 3-a. Kemi endomotorin, që të përdorim zakonisht që është për metoda më të avancume për shërimin e kanaleve. Edhe tashmë jemi në fazë përfundimtare, me pasur ma herët, kishim ujtë me pasur sikur që shkan këtë i këllimit. Okej, bukur. Faleminderit. Puna marrë dhe një herë. Dok se unë jam prej natyre shqetësues edhe pengus ka i herë. Futën pa lajmëru dhe pa para lajmëru. Si e kalove ti? A u lodha, a do me dalë pak në televizor ti? Jo, a ma bani kafe? A ma bani kafe? Okej, bile i kafe ma ba, masi s'po do me dalë. Ma i kafe pa televizor.
Po e pini kohën. Apo do vetë, are po këto, are këto, are se kafe ekspres pijune. Are se ti ishe në recepcion. Si e kalove, ja? A i pash disa pacientë aty më thej që kemë kanal për Zvicër, që kanë pa intervistën? Për i Folship Show? Thuj edhe herë në publikosht të atisht ka Për i dim? Folship Show e kanë po, kena pacientat e Zvicrës, edhe tash e shohin që kanë thënë po thorin. Bravo. Më vjen shumë mirë, si shumë puna? Shumë mirë, si shumë nivel, Super, shumë mirë. 50 veta, mbi 50 veta staf në ADC Kosova. Kjo vajzën e takuar në recepcion, ishte të folë me një pacient, nuk pa ata mundësi me përshëndet, do ashtë shumë përshëndet. Faleminderit shumë. Respekt e puna mbarë. Respekt edhe juve, faleminderit. Interesant, më erdhi shumë mirë që thanë nga Zvicra kishin ardhur shumë pacient për të rregulluar gojën e tyre, buzëqeshjen në ADC Kosova. Këtu kam marrë me zyrën e zyra e punës e dokut, e doktor Fisnik Mekaj. Kjo është